prej formave që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i edukonte ose i inkurajonte sahabët, shokët e tij që të ishin modest në raport me njëri tjetrin, në raport me çdo kënd që ata domethënë jetonin jetën e kësaj bote, ishte fillimisht vëlla që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam shpeshherë e nxjerrte në mejdan, e nxjerrte pa pavlefshmërinë e kësaj bote tek sahabët. Dhe kjo gjë i bënte sahabët që të kuptonin se vërtet nuk ja vlen njeriu që për këtë dunja të ketë smir, të ketë zili ose të ketë mërin raport me vllaun e vet. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ishte shembull praktik mënyrën se si edukonte njerëzit. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam shkonte ngushtonte një fëmijë të cilit i kishte ngordhur një zog. Ngjarje e njohur, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam shkoi dhe u interesua për atë plakën e cila kishte pastruar xhamin e të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjitha këto lëvizje, gjitha këto veprime të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam ishin një formë edukimi për sahabët, se kështu duhet të jetë njeriu. Pra besimtari duhet të jetë modest. Gjithashtu prej formave tjera që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i edukonte sahabët e vet, është se gjithmonë u kujtonte atë që shpeshherë vëlla kemi nevojë ne ta kujtojmë. U kujtonte xhenetin e Allahut. Rastin që e përmenda pak më parë, a nuk është një formë edukimi kur e orientoi Omerin radiallahu anhu duke i thënë se a nuk je i kënaqur që neve të na përket ahireti? A nuk je i kënaqur që ne po përpiqemi për një xhenet, ndërka që ata kanë dunjan? Andaj një prej formave shumë të rëndësishme që shpeshherë kemi nevojë të edukojmë njerëzit është që t'u kujtojmë se ne jemi duke jetuar për një xhenet. Ne domethënë jemi duke jetuar për të arritur kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu prej formave që e përmenda pak më parë, që t'u bëjmë me dije njerëzve se shikoje se si e trajton Allahu dhe i dërguari Allahut këtë dunja. A ja vlen njeriu që për këtë dunja të jetë mendje madh? A ja vlen që njeriu për këtë dunja të prish raportet mes veten, mes familjarëve, mes miqve e kështu me radhë? Andaj i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ishte shembulltyr në mënyrën se si edukonte domethënë shokët dhe njerëzit për rreth.